Shkolla Profesionale Shërbime në Korçë ka organizuar aktivitetin Open Day duke mirëpritur nxënës të klasave të nënta, prindër dhe përfaqësues të komunitetit e biznesit për të njohur nga afër me programet mësimore dhe ambientet e shkollës. Gjatë aktivitetit të pranishmit vizituan laboratorët dhe repartet e praktikave profesionale, u prezantuan drejtimet dhe aftësitë që ofron arsimi profesional. Qëllimi është që t'ju tregojmë se çfarë nxënësit tanë kanë përfituar gjatë një viti shkollor rreth profesionit që ata studiojnë. Dhe patjetër që është shumë e rëndësishme të tregojnë se sa të aftë janë ata në përfundim të kësaj shkolle, çfarë profesioni zotërojnë, për të qenë të aftë për tregun e punës. Patjetër që nxënësit e klasave të nënta jo vetëm që do të shikojnë aktivitete të ndryshme në repartet e praktikave të shkollës, por këtu jashtë në oborin e shkollës kemi organizuar aktivitete argëtuese për nxënësit, të cilat janë të lidhura me profesionet përkatëse. Sot është dita e dytë, ne kemi filluar që dje. Do të vazhdojmë dhe nesër me ditët e hapura dhe gjej rastin të falenderoj të gjitha shkollat nëntëvjeçare dhe drejtuesit e shkollave, si dhe koordinatorët e Këshillimit të Karrierës, të cilët kanë qenë shumë koordinues në organizimin e shkollave, për të krijuar mundësinë që nxënësit të marrin informacionin e nevojshëm për profesionet. Vetë nxënësit e shkollës prezantuan aftësitë e fituara gjatë studimeve përmes praktikave dhe demonstrimeve në laborator të ndryshëm. Jam në vitin e dytë në drejtimin hoteleri turizëm. Gjatë këtyre 2 viteve kam marrë shumë njohuri teorike, por mbi të gjitha njohuri praktike, të cilat do më vlejnë në profesionin që kam zgjedhur. Unë jam viti i parë ekonomi biznesi dhe kam marrë të tëra informacione për profesionin tim dhe unë bëj thirrje të gjithë bashkëmoshtarëve të mi që të zgjidhin të dek, sepse ekonomi biznesi është zgjidhja e dur për një të ardhme më të mirë. Aktiviteti Open Day do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, duke sjellë më pranë nxënësve botën e profesioneve dhe mundësitë që ofron arsimi profesional.